Shqipëria po shndërrohet gjithmonë më shumë në destinacion për turistët britanik. Këtë vit, ata pritet të jenë edhe më të shumë, pasi të dhënat e kërkimit në internet kanë treguar një rritje të madhe të interesit për të vizituar vendin tonë. Shqipëria është destinacioni i 4 më i kërkuar për britanikët, duke marrë parasysh opsionet e tyre të udhëtimit sipas një raporti. Kërkimet online për pushime në Shqipëri shënuan rritje të shpejtë në vitin 2024 krahasuar me vitin 2023. Duke shënuar 182.000 raste të interesit më shumë. Në vitin 2024, u regjistruan 504.000 kërkime për termin pushime në Shqipëri. Gazeta e përditshme Express rendi disa arsye pse tashmë nuk është çudi që britanikët po zgjedhin Shqipërinë për pushimet verore. Së pari theksohet se vendi ynë po bëhet i preferuar për shumë evropian fat vend pushimeve të saj, buz plazhit që gjenden në Rivierën Shqiptare, peizazhit piktoresk dhe motit të ngrohtë me diell. Në artikull nuk mungon as cilësimi Maldivet e Europës, ndërsa renditen disa nga destinacionet më tërheqëse për bukuritë natyrore ose historinë. Mikpritja që britanikët nuk po e gjejnë më tek destinacione si Spanja apo Portugalia është një tjetër arsye që po i jep vendit tonë prioritet. Ndërsa Shqipëria kryesoi në vendin e parë si destinacioni më i preferuar i pushimeve për turistët britanik, ajo u pasua nga Malta në vendin e dytë dhe Mali i Zi në vendin e tretë. Edhe revista prestigjioze Condé Nast Traveler Germany e rendit Shqipërinë si një nga destinacionet më të rëndësishme të ardhshme të turizmit në Europë. Kryeministri Edi Rama, që ka shpërndar artikullin, thekson se vlerëson Shqipërinë për përvojat autentike që ofron në natyrë dhe për mikpritjen e sinqertë. Kreu i qeverisë nënvizon gjithashtu rëndësinë e lumit Vjosa si një kartë vizitë unike për vendin tonë.